Fenomeni i shpërndarjes dhe përdorimi i lëndëve narkotike në rajonin e Pollogut vazhdon të mbetet shqetësuese. Brenda vetëm një dite, policia ka raportuar për 4 raste të ndara ku persona të ndryshëm janë kapur me drogë, ndërsa disa prej tyre janë arrestuar edhe për vepra të përsëritura. Të gjitha rastet kanë ndodhur gjatë ditës së djeshme, duke nxjerrë në pa rritjen e dukshme të kësaj dukurie në Gostivar dhe Tetov. Në rastin e parë bëhet fjalë për një 33 vjeçar nga Gostivari i cili u kap duke përdorur drogë. Mbrëm në orën 22:30 në bulevardin Goce Delçev në Gostivar, punonjësit e policisë nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar kanë arrestuar personin me iniciale DD, 33 vjeç nga Gostivari, sepse u kap duke përdorur drogë dhe ju gjet dhe konfiskua marijuanë. Ajo është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë një parashtresë përkatëse, thuhet në njoftimin e policisë. Në rastin e dytë po ashtu është kapur me drogë një 32 vjeçar nga Tetova, ndërsa policia e identifikoi gjatë kontrollit që bëri në veturën e tij. Rreth orës 17:05 në Tetov, punonjësit e policisë nga stacioni policor për siguri në trafikun rrugor në Tetov kanë privuar nga liria personin me iniciale KS, 32 vjeç nga Tetova. Gjatë kontrollit në automjetin e tij BMW me targat të Tetovës, në të cilin ai ishte pasagjer, i është gjetur dhe konfiskuar marijuanë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë një parashtresë përkatëse, thuhet në njoftim. Në rastin tjetër, 2 persona rezultojnë të arrestuar sepse gjatë kontrollit në automjetin e tyre, me të cilën udhtonin, policia gjeti drogë. Rreth orës 21 në rrugën rajonale Tetov-Shkup, në hyrje të fshatit Zhelin të Tetovës, punonjësit e policisë nga stacioni policor për siguri në trafikun rrugor në Tetov kanë privuar nga liria personin me iniciale BA, 37 vjeç dhe personin me iniciale OJ, 26 vjeç, të dy nga fshati Trebosh i Tetovës. Gjatë kontrollit tek ata dhe në automjetin e pasagjerëve Audi me targat e Tetovës, në të cilën e drejtonte personi me iniciale BA, janë gjetur dhe konfiskuar 6 qese me marijuanë. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tyre do të paraqitet kallëzim përkatës penal. Dhe në rastin e fundit, policia raporton se ka arrestuar një lider droge i cili kërkohej për vuajtje të dënimit me burg. Rreth orës 11 në Tetov, punonjësit e policisë nga sektori i punëve të brendshme Tetov kanë arrestuar personin me iniciale IG, 47 vjeç nga Tetova, i cili ishte në kërkim me urdhër arrest bazuar në urdhërin e gjykatës për vuajtje të dënimit me burg në kohë zgjatje prej 15 muajsh për kryerjen e veprës penale, prodhim dhe lëshim në qarkullim i pa autorizuar i lëndëve narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve, sipas nenit 215 të kodit penal. Ai është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues burgu në Shkup për vuajtjen e dënimit. Pas këtyre 4 rasteve të njëpasnjëshme, policia ka paralemruar se do të intensifikojë kontrollet në trafik dhe në vendet e frekuentuara, me qëllim parandalimin e shpërndarjes dhe përdorimit të lëndëve narkotike në rajon.